Sot ndodhi një ngjarje në Kosovë që është e rëndë dhe që nuk është pa gjë. Është provokim që pason provokime dhe me sa duket gjërat po shkojnë për keq. Dhe Kosova është një vend i cili sigurinë e NATO-s e ka nga ne, e ka nga Shqipëria, i ka syt nga ne. Ndërkohë, në momentet që Amerika dhe Europa nuk po gjejnë dot gjumë, dhe ndërkohë që Europa po të tregon të bësh gati kitin e mbijetesës, gjërat janë keq. Por duket sikur s'kan qenë ndonjëherë më keq se kaq, po ka pasur kohëra tjera kur lufta ishte në prag dhe s'ndodhi, apo jo? Tani për çështjen e asaj, më thatë që ndodhi në Kosovë sot. Po. Nuk ka siguri. Nuk ka siguri. Pse s'ka siguri? Ne e dim që ata janë në gjendje armiqësore. Qoftë bashkë me Kosovën, Kosova bashkë me Serbinë. Mirë po, Albini tha që unë e kam vendosur sigurinë në veri të Kosovës. Gjeki tregon se nuk është vendosur siguria. Pse s'është vendosur siguria? Për mendimin tim, nuk është vepruar me zgjuarsi. U veprua njësoj në Kosovë, për në zgjedhje lokale, u veprua njësoj si në Shqipëri. Në Shqipëri, morën dhe quan kryetar komune në Himar që pretendojnë se është greke, morën një minoritar nga Ndropulli dhe quan në Himar. Është njësoj si kur të marrësh një nga Kurveleshi ime e ta çosh kryetar komune në Ndropull. Është reagim? Është pyetje? Është provokim. Provokim. Edhe ai e mori kryetarin e komunës dhe çoi nga Kosova shqiptar e mori uajvuri serbëve në Kosovë. Është provokim. Dhe ata gjejnë mënyrë se si të reagojnë. Prandaj duhet gjetur gjithmonë shkaku, jo pasoja. Analizohet shkaku. Nuk është siguri, si të ma bjesht mua një të huaj të mbaj mua qetësim këtu, më revolton edhe njeriu më të urtë. Dhe ata e revolton. Pra, këtu kanë filluar këto. Dhe mua më duken provokime. E kanë provokuar vetë. Pse që të veprojnë nesër policia shkollë, të na vrasin dhe në policë, ta shpallim dhe dëshmor, se ne shqiptarë dhe kemi, vdis pa të dua. Po. Sa të jemi gjallë, ne nuk të duam. Jo. Ne duam të vdesësh. Duam të vdesësh, pasaj të ngrëmë dhe monument. Po. Ndërkohë, se ne mund të flasim nga mëngjesin në darkë dhe unë ftoj shumë njerëz që flasin, po ju jeni ndër ata pak njerëz që nuk ka folur, ju keni luftuar, ju keni një kontribut të jashtëzakonshëm. Dhe historia doja u njoh. Edhe pse nuk jam një... Ma të sa vdis pa të dua. Po ju nuk e bët për t'ja u njohur. Nuk prisni me njohur, ju e bët për Shqipërinë. Bile nuk ja kam kërkuar askujt. E besoj. Askujt ja kam kërkuar dhe më ka thënë dhe para se dhe në Hagë, Hashimi më thëri në takim dhe nuk i vajta. Pse si vajta? Se nuk ishtë bën asë listën e veteranëve. Su vuri fare? Jo. Po kur vajti në Hagë u kujtua? Jo, tani atje mirë, kemi një shprehje ne nga jugu, nuk e dini si e keni ju vende nga Berati. Kur të vinë me vones mënd, nuk t'i hanë asë qëndë. Tani ati, le të vinë në 100 mënde, ta shqis s'kanë me vlerë mendimet dhe tja. Ju kërkoj në Hagë, thatë, se nuk e kuptojnë. Jo, në Hagë, jo, para se dhe në Hagë. Para se dhe në Hagë. E thash nuk të vi. Nuk ju futi fare në listën e veteranëve? Jo, nuk jam. Ju dhe tani nuk jeni? Jo. Nuk jeni veteranë e luftës? Në listën jo. Në listën e botuar, qeveria jo. 2 vjet mbas u bën lista e veteranëve, shefi i shtabit përgjithshëm, ish shefi i shtabit, se dhe ata e hodhën rrugë si puna ime. Ai vajti këmbgulli dhe më dhanë certifikatet. Cili ishte ai? Bislim Zyrapi. Edhe mos haro një gjë, që kryetari i komisionit të listave për veteranët u bë Agim Çeku, shefi i shtabit që zëvendësoi Bislim Zyrapi. Agim Çeku eri 39 ditë e fundit të luftës në Kosovë. Po pas ka qenë 39 ditë, s'është pak. 39 ditë ka qenë, nuk është pak. E po ai që 2 vjet e hoqën e hodhën rrugë si puna ime. Am kupton apo? Pra, të vish në fund. Tani historia e njeh këto, me ç'duket, dhe ti e mësuar. Po i njeh. Edhe prandaj dhe nuk ankoj. Prandaj sepse nuk jam i pari, as i fundit. Dhe nuk është vetëm me mua. E di çdo të thotë tu presësh veteranëve nga Shqipëria dhe nga Maqedonia, shqiptarëve që janë aty tu presësh shpërblimin që ja ka dhënë ligji dhe ti pa ndryshuar ligjin ti u ndërpret atë shpërblim? Tha që e bëri këtë gjë? Jo, Albin Kurti. E bëri Kurti. Po në vazhdon e qeverive të përparshme të Kosovës, besoj. Jo, qeveria e përparshme nxori ligjin. Ky tash në kundërshtim me ligjin e merr vendim qeveria, domethënë del mbi parlamentin. Mirë, po, ç'është fashizmi?
Komunizmi kundërshton me fashizmin. Komunizmi thot partia mbi të gjitha. Fashizmi thot qeveria mbi të gjitha. Pra, e merr një kryeminist del mbi qeverinë, mbi partinë, mbi parlamentin. Se pëlqen as kurtin, domethënë. Jo, është me veprim fashist. Pëlqen ndonjë ti nga këta djemë dhe vajzat që mund drejtonin Shqipërinë ose Kosovën? Atje ka me qendra në Kosovë. Jo, të shkoj që ke nuk të pëlqen as Rama, as Berisha, as Kurti, as nuk më pëlqen mëse... A të pëlqen dikush? Në më pëlqen me qindra, me mira. Nuk po theme me të sheun, po theme nga këta që janë More nga këta djallët më pëlqen me mira, ka sa duesh. Si shpegohet, më të thjeshtën fare. Si shpegohet të gjitha përveç juve, që i thoni dritare të dhe, më gje një tabel që është Shqip. Si është e mundur, Bashkia e Tiranës, edhe autobusave që qarkullojnë, i vë emrat anglisht? Po sepse është globalizuar bota. Dhe tani këtu ka, po aq sa ka shqiptar ka dhe të huaj. Po mohove gjuhën e mëmës, ke mohora dhe unë. Është gjuha që të mbanë. Kombin në ratë pare mbanë gjuha. Të gjitha dyqanet kanë e anglisht. Pse, kolonia mine? Tjetër, të thash pak për para, nuk ka siguri jeta me se s'kej, nuk shef një polis në lagjemi. Po ka kamera. Po edhe çka do të me kamerat, kalon do të i ke vënë në kryqëzime, pse pjesin polis, pjes shofer ose ka kamera, s'ka kamera, kush cili ai shofer që u gjobit, pse kaloj në të kuqe. Gjobisin. Hiç po. Gjobisin. E pa po gjobitin nuk kalojnë ata. Më pyet mua, kemi gjatë ato gjoba, po i lajm, mos keni merak. Prandaj tek neve nuk ka shtet ligjor. Tjetër është bërë pensionistët, ka turp më të madh. E ke vaj tani zën radhën pensionistët si lypsarët në anë rrugës, për të marrë atë tollon që është ajo abonen, ka turp më të madh. Pse ta bëjnë kështu, cilën kështu me pensionistë për diskredituar? Pse se japin atje kur me pensionistit marri atë abonen. E ta marrë një vit, pse ta marrë çdo muaj? Ka shumë gjëra në fakt që mund të rregullohen. Një prej tyre është për shembull fakti që pensionistët i thrasin në bank për të kërkuar ai quhet vërtetimi i gjallësës. Po, vërtetimi i gjallësës. Dhe sa të merr gjallës. Ai është njeri që ka kontribuar, ka ndërtuar Shqipërinë, tani quhet vërtetimi i gjallësës, që është një gjë që duhet hequr. Por janë burokracira, mendoj. Jo, s'ja burokracia. Më shumë se sa inate ndaj pensionistëve. Janë mendësi fëmijësh. Që mund të rregullohen. Po mund të rregullohen duke dhënë qëndrimet tuaja, duke thënë si mund të rregullohen. Po këto veprime që bën Bashkia në Tiranë, nuk i bën një fëmijë 12 vjeç sa kryetar bashkie. Tani më shtarë me flasim drejt. Që janë këto rregulla. Tani të hypësh në autobus, ta shti sot, në datën 1 të muajit, plot autobusi me kontrollues nga Bashkia se ke marr apo jo kartonin e top i madh. Duke u kthyer në kohë. Ju ku keni qenë në kohën e kur NATO, në çfarë tani që po flasim jemi në Mars, si në këtë kohë në Mars. Në Mars isha luftë. Po, ku ishit ju në këtë moment? Ja, themi si sot. Unë kam vajtur në ditët e para të muajit Mars të 99-s, para se të hinte NATO në luftë. Në datën 23, në orën 4:30 në mbasdite, na bie telefoni në shtabin e përgjithshëm. Neve kishim telefona satelitor. Na i kishte dhënë ushtria gjermane. Dhe telefona satelitor neve i kishim në të gjitha brigadat. Në brigatë e lartë, zona operative që është divizion dhe shtabi i përgjithshëm. Të gjithë kishim telefona satelitor që flisin pa ndërprerje dhe nuk përgjoheshim. Nuk na përgjohte dot Serbia, sepse gjithçka e kishte marrë në dorë Gjermania. Dhe kur mbaroi lufta, i vajti personi jon për të marrë llogarin. Ishte rreth 4 milion marka. Vajti në ministri e mbrojtjes, Ministri e Mbrojtjes tha ik në shtab përgjithshëm, ata i thanë kanë të falur. Kupton? Dhe kishim në lidhje të jashtëzakonshme. Edhe na bie ky telefoni. Ne atë ditë ishte data 23. Në datën 20 neve kishim marrë një vendim si shtabi i përgjithshëm në 23 mars. Se jemi në prill, në fakt, sot është një prill. Në 20 mars, në 18 mars, u nënshkrua marrëveshja e Rambujës. Serbia nuk e nënshkroi. Dhe në datën 20, 2 vite më mbrapa, filloi operacionin Potkoj. Dhe pruri 145.000 forca. Neve atë ditë morëm vendim që na luftë pozicionali që kishim vetëm në mbrojtje, mbronim zonat e lira, dhe u kaluam në luftë partizane.
Dhe unë bashkë me shefin e shtabit dhe një antar tjetër të shtabit përgjithshëm shkuam në zonën e dytë operative për të mbrojtur Kosovën qendrore. Vetëm ajo do të bënte luftë mbrojtëse. Të gjitha të tjera do të bënim luftë partizane dhe lëshuam fonogramin, kaluan gjithë luftë dhe u tham. Deri në fillimin e erësimit, të vazhdohet mbrojtja pozicionale, derisa të rriqet popullsia në rajone të mbrojtura, pastaj gradualisht shkëputen me armikun me fillimin e erësimit dhe të kalojnë përballë të tij dhe godisti vazhdimisht. Kurse për zonën... Kjo fjalë është përdorur në luftë partizane? Luftë partizane, po, luftë partizane. Se lufta partizane është godit si rufea dhe zhduku si era, thoshte Mehmet Shehu. Kurse perëndimi e thot, lufta partizane është godit e ik, e një të gjë. Dhe të gjithë antarët e shtabit u shpërndan dhe vanë në për zonat operative. Një grup me në krye shefin e shtabit dhe ne 2 zëvendësat e tij dhe ai juristi, të 4 ne vajmë në zonën e dytë operative se Kosova qendrore duhet ta ruanim në mbrojtje, se po more Kosovën qendrore e ke marrë Kosovën. Edhe atë bëm luftë mbrojtëse. Dhe kishim vajtë në komandë në zonës dytë, na bie telefonin orën 4:30 në datën 23. E merr telefonin, telefonisti që kishim mbante telefonin dhe thot flet shefi i shikut të Joni i Kuksit. Dhe kërkon të flasi me shefin e shtabit. Edhe ja dha shefit të shtabit. Ram Kuca, na Tropojan. Mirë po ne të Shqipërisë e flasim shqipen shumë shpejt. Ata në Kosovë e flasin ngadalë, edhe ma kanë shpjeguar pse e flasin ngadalë. Pse? Sepse më ka thënë një profesor, mos na i burrë ne që flasim pa ngadalë. Pse? Se ne mendojmë serbisht e përkthejmë shqip. Sepse në fillore në kanë bërë serbisht. Kupton apo jo? Edhe filloi të fliste me Ramën. Ky tani do flisim, do na kalonte NATO në mbrojtjen tonë. Dhe tash të i thua shefit të shtabit kësaj ushtrie, tani të vjen ushtria më e fuqishme e botës në ndihmë, është të prendjeshme. Dhe ai ca nga kjo utim, ca nga kjo i fliste shpejt, kush i kupton mirë këta të Shqipërisë se flasin shpejt. Nuk kuptoj fare do të fare. O tuaj më kishte kramu ja kështu. Edhe i thot në shkrusi. Shumë emocionant. Po i thot shkrusi, po ja ku ke shpëtimin krah, unë më fal shpëtim, na fol. Mora unë tha, tash do të marri Sean Burns në telefon. Pritni, mbyllet telefonin se do të marri Sean Burnsi. Kush është Sean Burnsi? Kryetari i grupit të drejtimit të aviacionit NATO-s që kishte ardhur në Kumanov. Ai kishte qenë dhe kryesuesi i vëzhguesve ndërkombëtar në Kosovë që i kishte përzënë Miloshin datën 20 para 3 ditësh. Dhe na thot, prezantohet kush është, dhe na thot, sonden mes natë fillojnë bombardimet, aviacioni NATO fillojnë bombardimet kundër Serbisë. Do të bashkëveproj me juve. Mbaj shënim çfarë duam ne. Që nga i moment ne kaluam aleat NATO-s. Dhe kuptohet në lufta ndryshon. Shpeshe. Dhe tash shumë objektiva luftës tonë e ndryshuam se tani kishim NATO-n. Dhe kërkon nga ne. Duam këto objektiva, të na tregoni ku i ka tankat, ku i ka vinë e parë, ku i ka të përqendruara forcat, ku i ka skalon e dytë, ku i ka skalon e parë, do na japësh me koordinata. Dhe kur ne dhe 5 minuta përpara se të ngrihet cili aviacion e ka radhën, do t'u thomi neve. Tani radhën e ka aviacioni amerikan. Tani do thom diçka që s'e kam thënë. Do t'u thom juve se kam besim te ju. Kur të them që radhën e ka aviacioni francez, mos na jep të dhëna. Mos jep të dhëna? Mos na jep të dhëna, sepse ne ishim detyruar të jepnim ku kalon vija e parë e armikut, ku kalon vija e parë tona. Mundon? Dhe gjithmonë gabonin pilotat... Që u tha këtë juve Amerikanë? Sean Burns me Amerikanë. Dhe kur gjithmonë francezët gabonin çket, ata nuk godisin ku qenë serbë, po godisin ku qenë ne. Se ju si jepni të dhëna të dur. Po jo, ai nuk doni t'ja tregonim se do na godisë ne. Pse kodë arrestuan oficerin francez që qenë në NATO? Se ai jepte të dhëna serbë se tani kë do sulmojmë. Do të sulmojmë juve. Pra që atëherë kishin filluar probleme. Po Franca probleme të... Ju se keni lexuar Enverin. Enveri thot, "Mor me këtë Francë çka që na ka qenë atë." Shumë të mirë.
Pra, dhe ne gjatë ditë kaluam në vartësi të NATO-s në çështjen e aviacionit. Dhe mos harrojnë gjë, nga 1300 aviona, 85% janë amerikanë. Ishte amerikan. Na 38.000 fluturime që kreu NATO janë në mbi Serbi. Vetëm 550 janë kryer në Kosovë. Të tjerët janë kryer mbi Serbi. Dhe neve NATO për fatin tonë të keq, filloi dimër. Dhe deri në 14 prill nuk pushoi shiu dhe bora parën. Dhe aviacioni i frontit nuk fluturon dot afër tokës, sepse se shiu era rreth. Dhe deri atëre dhe neve atë betejë mbrojtëse që filluam për Kosovën qendrore, e filluam në datën 20 dhe në 1 prill, që sot mbushën plot 26 vjet, në 1 prill e fituam dhe serbët u troqën dhe mbaroi operacionin Patkoj. U thye. Dhe mos harrojmë gjë. Operacioni Patkoj. Patkoj. Dhe mos harrojmë gjë. Neve ishim 8.000 forca. Na sulmoi një brigadë me 15.000 forca me tanke dhe autoblida. Dhe ne e përballuam edhe nuk e pushoi dot Kosovën qendrore. Dhe mori fund operacion. Pra kjo ishte UÇK-ja. Dhe sot e një ditën, asnjë nga këta oficera dhe këta ushtarë që mbrojtën në Kosovën qendrore nuk është dekoruar. Dhe nga 170 vullnetar nga Shqipëria, nga këta 17 jemi oficera, 5 ishin brenda, 12 ishin këta që sulmuan nga Shqipëria. Oficera, flas gjithmonë. Atëherë Shqipëria kishte 16.500 oficera, 17 vam neve, domethënë 1% e oficerave morën pjesë në luftë. Dhe Hashim tha që ka dekoruar mbi 100 veta, po këta 17 oficera jo.